Për herë të parë në Vlorë, një bar kafe që mban emrin 1912, viti i pavarësisë tonë kombëtare, është hapur nga një shtetas amerikan. Tony Di Lorenzo, këtë 113 vjetor të pavarësisë, e kremton në barin e tij të veçantë. Ai tregon se është shumë i dhënë pas historisë, ndërsa për Shqipërinë ka mësuar duke parë materiale të ndryshme të shkruara si dhe video në internet. Në Vlorë ai ka ardhur me bashkëshortën pas një eksperiencë pune 5 vjeçare në Tajland. Kur erdhëm këtu mbetëm të mahnitur, mikpritja, kultura, njerëzit, afërsia me gjithçka. Në Tajland shpesh ndiheshim të huaj, mbase nga pamja dhe vinim re që njerëzit krijonin menjëherë distancë, ndërsa këtu ndodhi kundërta, që në momentin e parë unë ndjem si në shtëpinë tonë. Në Vlorë mbërritëm pikërisht në ditën më të keqe të qytetit, më 4 tetor 2024 gjatë përmbytjeve. Qyteti ishte në kaos, me ujë, rrëmuj dhe njerëz që përpiqeshin të përballonin situatën. Megjithatë, edhe në atë moment të vështirë, vumre diçka shumë të fortë. Vlonjatët kishin energji, solidaritet dhe një potencial të jashtëzakonshëm për mikpritje dhe zhvillim. Sipas Di Lorenzo, prej 3 javësh ata shërbejnë kafe në këtë bar të vogël ku klientët e parë ishin të huaj. Ata janë befasuar me dekorimin e lokalit dhe fotot që gjenden aty. Unë flas për Ismail Qemalin, Isa Boletinin, Luigi Gurakushin dhe për atë që ata kanë bërë për Shqipërinë. Ata habiten. Por të them të drejtën edhe shumë shqiptar habiten me njohuritë e mia për historinë e tyre. Mua më pëlqen shumë historia dhe përpjekjet e shqiptarëve për liri dhe identitet. Dhe nuk ka vend më të mirë për të folur për historinë sesa në shoqërinë e një filxhani kafeje. Edhe bashkëshortja e biznesmenit është e kënaqur me jetën në Vlorë. Vlora është një qytet shumë i bukur. Njerëzit janë shumë të mirë dhe gjithmonë të gatshëm për të ndihmuar. Edhe pse shqipja ime është ende e dobët, ata përsëri duan të komunikojnë me mua me aq anglisht sa din. Kjo më bën të ndihem e pranuar dhe e mirëpritur. Jam futur edhe në kurs të gjuhës shqipe sepse dua të mësoj. Planifikojmë të qëndrojmë gjatë dhe dua të jem pjesë e komunitetit, të flas me njerëzit, të kuptoj më mirë kulturën dhe historinë. Për mua, kjo nuk është thjesht një ndalesë, është një shtëpi e re. Çelja e barit 1912 në Vlorë nga dy shtetas amerikan përkon me 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë.